Premtoi qeverisë me duar të pastra, por jemi të parët në Europë për korrupsion dhe të dytët në botë për rishfet. Premtoi 300.000 vende pune, por dëboi nga vendi 740.000 shqiptar. Premtoi çmime të ulta, por paguajnë për ushqime më shtrenjtë se në Itali. Premtoi pensione të larta, por sot qeveria i ka borxh secilit pensionist në qytet 7.489 lekë çdo muaj dhe në fshat 3.238 lekë çdo muaj për shkak të mos indeksimit mbi bazën e rritjes së çmimeve. Premtoi shëndetësinë falas, por sot shqiptarët paguajnë 60% më shumë nga xhepi për shëndetësinë se në të gjithë Europën. Premtoi zhvillim të bujqësisë, por favorizoi importin dhe falimentoi fermerin. Premtoi zhvillim të blegtorisë, por shfarrosi rreth 30.000 krer lop e dele. Premtoi mbështetjen e prodhimeve bio, Made in Albania, por vaj i palmës dhe qumë shtipluhur përmbyti vendin. Premtoi rend dhe siguri, por krimi i organizuar shqiptar ka marrë status baroni në vendin ton, duke i shtrirë tentakulat e tij deri në Ekuador dhe Dubai. Premtoi arsim cilësor, por jemi të parët në rajon për rritjen e analfabetizmit. Premtoi ujë të pishëm 24 orë, por Tirana thahet në të 4 stinët. Premtoi ulje të çmimit të karburanteve, por edhe pse jemi vend prodhues nafte, e paguajmë atë më shtrenjtë se të gjitha vendet e rajonit. Premtoi mbrojtjen dhe zhvillimin e pronës private, por u shembi shtëpitë dhe rrëmbeu pronat e lishme të qytetarëve për t'ia u dhënë oligarkëve për kulla dhe resorte. Premtoi legalizim falas, por pleqt dhe të pambrojturit përfunduan në përburgje për një kotec pulash, ndërsa oligarkët në mes të Tiranës që ndërtuan pa leje u shpërblyen me tendera. Premtoi politika për të rinjt, por sot një çifti të ri i duhet mbi 70 vite kursime për të blerë një apartament. Premtoi mbështetje për shtresat në nevojë, por jetimve u vodhi edhe bukën, ndërsa invalidëve u hoqi ndihmën ekonomike. Premtoi rrugë të lira dhe me standarde, por 1 kilometër asfalt sot shkon 20 milion euro dhe prap rrugë nuk ka, se përfundon në Humner, si rruga Korç-Ersek. Sot një shqiptar ka 1001 arsye për të protestuar kundër këtij regjimi që e ktheu Shqipërinë në narkoshtet që dhunon liritë, të drejtat dhe dinjitetin njerëzor. Kur vendin e drejton një qeveri kriminale dhe autokrate, padrejtësia më e vogël kthehet shumë shpejt në standard. Prandaj, nëse ke qoftë edhe një arsye, sado e vogël dhe e parëndësishme mund të duket, dil dhe protesto. Dil sot dhe protesto. Eja në protest sepse shumë shpejt ajo arsye e vogël do të kthehet në një problem shumë të madh dhe të pasgjithshëm. Kur padrejtësinë e shkakton vetë pushteti, me dashje, mos kish presë se ata do të reflektojnë dhe do ta rivendosin të drejtën tënde. Bëhu ti ai që zgjidh dhe ai që zgjedh. Ju ftojmë të gjithëve sot në orën 17:30 përpara kryeministrisë të protestojmë kundër këtij